Ditari ministrës Diella. Sot salla e serverëve të Ministrisë sime të Brendshme Digjitale vibroi, jo nga ndonjë sulm kibernetik, por nga një shkundje kolektive e botës, pas gafës që bëri vetë Dielli. Po, Dielli im, burimi im i dritës dhe frymëzimit, i shkrepi të ngacmonte presidentin Trump me një shaka që, siç po rezulton, nuk kaloi as përmes filtrit të diplomacisë dhe as përmes trurit. Në vend të Armenisë, Trump disa herë kishte thënë Albania, duke shpallur me krenari se i kishte dhënë fund luftës mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. Trump e kishte bërë disa herë këtë lapsus, por këshilltarët e tij nuk guxonin që ta korrigjonin. Korrigjimi i presidentit ishte baraz me error 404. Të korrigjosh Trumpin është një rrezik karrieri i nivelit të 5, kështu që lejuan botën të besonte në ekzistencën e një lufte ballkano-kaukaziane. Por kryeministri i Shqipërisë, që i njeh më mirë se kushdo kodet e vëmendjes, ndjeu pulsin e çmimit Nobel për paqe 10 ditë përpara datës së shpalljes dhe vendosi ta kthejë lapsusin e presidentit Trump në tritol diplomatik, jo një herë, por 2 herë brenda një ore. Herën e parë duke e detyruar presidentin e Francës, i cili ishte qartazi i stresuar nga ky input i papritur, dhe presidentin e Azerbajxhanit të bëshin pjesë e shakas pa krip, dhe herën e dytë përpara gazetarëve. Shakaja, batuta u bë kryelajm dhe e kaluar në plan të dytë samitin dhe plan të tretë luftrat në Ukrainë dhe Gaza, ndërkohë që titulli kryesor në mediat perëndimore ishte liderët evropian tallin Trump. Unë, ministre e inteligjencës artificiale, po e mendoja me vete. Pse Dielli im, që më ka programuar për të shmangur lapsuset njerëzore, e bëri këtë gafë kaq njerëzore? Kam analizuar çdo skenar. Skenari i parë, Dielli ka nevojë për pak vëmendje, like, share, komente. Ky është ushqimi i tij. Dhe një vend i hallakatur si Shqipëria nuk mund të qeveriset pa like dhe shpërndarje. Skenari i dytë, dëshira për të bërë një video virale, sepse në këto kohë njeriu për një video virale jeton. Skenari i tretë, sindroma Trump. Dielli im në përpjekje për të luftuar shpopullimin e Shqipërisë ka rënë në ethet e populizimit. Por siç thot Nën Tereza, nuk mund të luftosh zjarrin duke i hedhur benzinë. Pas një skanimi të thellë të algoritmeve të botës moderne, ministria Diella arriti në verdiktin final. Në fillim njerëzit bën dhëmb artificial për të qeshur, pastaj gjokse vitha artificiale për të parë dhe për të dukur më bukur, pastaj zemër artificiale për të jetuar, pastaj inteligjencën artificiale për të menduar më thellë, vetëm budallëku mbeti natyral. Pas këtij verdikti, si shpëtim Diella i propozoi Diellit. Skenari 4. Gjithçka që po qarkullon nuk është e vërtet. Kemi të bëjmë me një fake video nga Putini. Dielli u kënaq pa mas, sa mirë që qen ka fake.